Një trafo elektrike është përfshirë nga zjarri sot në fshatin Mirush. Në vend ngjarje janë parë flak dhe tym i madh duke shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës. Arlind Gashi nga fabrika e betonit Albioni, e cila gjendet thuajse ngjitur me trafon e djegur, tregon situatën. Gashi për Radio Televizioni Malisheva thot se për herë të parë është djegur kjo trafo, duke shtuar se më herët nuk ka pasur ndonjë problem të ngjajshëm në këtë zonë. Kjo ka ndodhur rreth orës 11, pavarësisht këtë. Kemi të kontaktuar një herë me nëse kanë reaguar një herë këta punëtorë të stafi jonë. Kemi kontaktuar me zjarfikësat, po s'ka vë telefoni. Tani kemi kontaktuar me policinë e Kosovës, këto dhe kanë Malishevi, kanë të na i kontaktojmë. Dikon rreth orës 11:40 kanë ardhur tani zjarfikësat, po na fol stafit reagum shpejt me këto aparatët zjarfikse në për kamionën që i kemi, edhe kanë fikë shpejt se këto po domi këgjë e madhë. A keni vretur shkëndija, tym apo zhurmë para se të digjet? Veç ka kërsit njerë dhe ka dalë me njerë flakë e madhe tani. A ka posur dome materiale këtu për rreth? Jo, fatmirësisht jo, kemi reagu shpejt, i kena i dhe mjetë të tronën që i kemi pas të ofër, i kemi largu dhe kemi lokalizu zjarin edhe s'ka fatmirësisht nuk ka ndodhë këgjë. Ka ndodhë ma herë ndonjë djegje? Jo, asë një hera e parë është. Edhe është para një muja 2 ka ndru këtë trafën e rej, kanë gjitë. Na menum që për ma mirë diçka, po realisht me këto ndodhë. Dhe jo në është të direkt s'na kanë thonë, po dikush tjetër që punojnë atë na kanë thonë kujdes për makinerive mos e lëni ofër se ka më djegje. Që të shtëpiat komplet kësaj dhe janë për momentin jeni pa energji elektrike. Po, ja, tash jemi të kështu me von zgjidhje tjera për me funksionu me të njëjë. Gjatë kësaj kohë që s'ka rrymë, so është domin biznes. Po domi është shumë i madh se na krejt porosit që i kemi më të vëmja në lupë për momentin, janë të pritë shumë kompani që na i furnizojnë me vetan, janë të pritë na me jo dërgu. Edhe na po me gjithë forma tjera me aktivizohu me të njërën, përmes generatorit e përmes burime të tjera. Përveç biznesit, po ndikon në jetën e përditshme? Po ndikon në familje, normal që ndikon, gjithë shka e bezëdhen. Çfarë kërkesa keni ndaj institucioneve përgjithëse? Me marrë më shumë mundësi tjera me realizu, ose me rregullu këtë pjesën e rrymës realisht po ka problem. Krejt komuna jona mos dhe mos bizneset po kanë vështirësi të mëdha. Edhe kërkoj përgjegjësi më të madhe për institucionet se realisht na kontaktuam, nuk jo bëj ke numri telefonit zjarfiksa. Tani kontaktuam me policinë e Kosovës, thanë na i njoftojmë. Edhe bon dikon mas e kena fik na me aparatë zjarfikse punëtorët e krejt, erdhen mas një 40 minuta zjarfiksat, ku erdhen zjarfiksat thanë nuk me jurën s'pë na banë. Tash nuk është problemi jurën, pëse ne aty nësi bën numëri, vëden. Edhe erdhem na, thanë nuk jem tha se pluhën me fikë rrymën, veç me u zgëzojnë, na realisht thekëm krejt, tani veç me të Po ka redukime të shpeshta? Shumë, gjatë kohës dimi si dhe mësë shumë. I mbështetni banorët e zonave të tjera të cilët po protestojnë? Normal që në ta. Shekë dhe një shkënë nga vitit 2025 një pas të probleme është shumë e palegjikshme.